Mirë, do të shkoj edhe ditën e sotme në fakt në Sarand. Unë e përmenda pak përpara se të shkonim edhe në publicitet, se Saranda ditën e djeshme na mblodhi pak përpara ekranit edhe për të kuptuar në më shumë se çfarë ndodhi me dy të rinjt. Adoleshentët e nkeletën e pata ditën e djeshme për të raportuar, por ka ndodhur një tjetër ngjarje, po gjithashtu të rinj kanë gjetur një armë në Sarand, e cila po hetohet nga policia nëse është përdorur në ndonjë krim apo jo, sigurisht, edhe për të përditësuar pak lajmin e ditës së djeshme, po edhe për të kuptuar pak më shumë në lidhje me këtë gjë. Unë do doja që ta diskutoja pak edhe me profesor Gzim Tushin. Mirë se vjen, kënaqësi që të kam. Përshëndet. E nis që nga elementi i ditës së djeshme, se doja një mendim nga ana juaj. Pra, ditën e djeshme patëm dy adoleshentë të cilët përdorën armën në një ambient pranë shkollës. Sot kemi një moment tjetër, një armë e cila gjendet në rrugë nga këta të rinj. Po gjithashtu në Sarand. Po nga një koment për të dyja, për si e shihni ju këndvështrimin tuaj? Duhet shqetësohemi, deri ku duhet shkojë shqetësimi ynë? Cilat janë institucionet që duhet të Po, unë besoj që komenti është sintetik, sepse ngjarjet që kanë ndodhur në Sarand janë një enumeracion i ngjarjeve tjera që kanë ndodhur në mënyrë të vazhdueshme me të rinjt, me fëmijët dhe adoleshentët, dhe praktikisht në shoqërinë shqiptare po ndodhemi përballë një situate të banalizimit të krimit tek adoleshentët. Dhe më vjen keq që po ndodhemi me adoleshentët të cilët po bëhen të pamëshirshëm ndaj njëri tjetrit, me të gjitha fenomenet e agresivitetit, të bullizmit, dhe ky është një shqetësim vërtet shumë i madh. Unë gjykoj që në të gjitha rastet kur analizojmë aktet e adoleshentëve, ne duhet t'i shikojmë ata së pari si viktima. Janë viktima të realitetit tonë social, sepse kanë dy armiq. Ka një armik që është armiku i brendshëm i adoleshentëve, që ka të bëjë me pjekurinë moshore të tyre, me agresivitetin, me atë kapërcimin në pubertet, që fillojnë rebelimin. Janë veçori moshore dhe cilat është një moshë plastike. Her pas here, thon psikologët, është një moshë e errët, është një moshë e paqartë, e cila ka nevojë jashtëzakonisht shumë për të intervenuar, për të ndikuar me metoda edukative, me mjete psikosociale. Dhe unë gjykoj që nuk ka ndonjë deus ex machina. Ka dy institucionet në të cilat formojnë adoleshentët. Familja, e cila është fonderia kryesore, ku derdhen adoleshentët, ku formohen adoleshentët, dhe do e mos edhe shkolla e cila merret me formimin e tyre qytetar. Defektet e këtyre dy institucioneve të rëndësishme, të sigurisë morale, siç i quaj unë, janë defekte që pasqyrojnë pastaj në sjelljen e adoleshentëve. Se këtu dua të kuptoj. Dy adoleshentë të cilët konfliktohen vetëm për ndalimin dhe bllokimin e rrugës të njërit prej tyre. Ditën e djeshme Nkeleta më tha që njëri prej tyre në fakt ka qenë konfliktuar, ndërkohë sot kemi rastin e të rinjve të cilët kanë gjetur një armë. S'dua të ndalem vetëm te kjo, se kjo është një fenomen ka shkuar tashmë në polici, do bëhen analiza dhe tjerë, po çfarë ndodh? Përse këta të rinj reflektojnë çfarë shohin tek të rriturit, reflektojnë çfarë shohin në media, reflektojnë modelet edhe rolet e tyre? Dy janë gjërat. E para një që për fat keq të rinjtë sotshëm, veçanërisht adoleshentët, nuk kanë mekanizmin e duhur të zgjidhjes së konflikteve. Është mosha që ka konflikte, pra adoleshentët grinden me veten e tyre, grinden dhe me shokët. Problemi nuk mund të mendojmë që adoleshentët nuk kanë konflikt. Jo. Ata nuk jetojnë në muze, jetojnë në realitetin. E para një ndikimi, me që ju e filluat nga e para një që në këtë situatë në adoleshentëve është dhe kjo klima neurotike e përgjithshme e shoqërisë, e para kjo ideja që është po sundon në shoqërinë shqiptare që gjërat zgjidhen vetëm me forcë, kjo është që ndikon jashtëzakonisht shumë tek adoleshentët, dhe e dyta është problemi që tek adoleshentët ne nuk po kultivojmë mekanizmin human të zgjidhjes së konflikteve. Zgjidhja e konflikteve me armë, me thika, me grushte, me dhunë, në mënyrë të dhunshme, është një emet e madhe, ku di unë bindem se ka ca psikologë që po thonë që dhuna ka filluar të shfaqet si emet e species njerëzore. Emet e species njerëzore është dhuna? Po, e thotë është një filozof, të themi, është nga Spanja, i cili thotë 3 meta të species po duken, vjedhja, shkelja e ligjit dhe dhuna. 3 meta. Pra, kemi të bëjmë me një gjë që është më e thellë se sa instrumentet edukative. Tani specia kjo është, po vetëm ka një gjë që adoleshenti është moshë plastike. Edhe unë them gjithmonë që është moshë plastike. Do të thotë që është i përpunueshëm. Në qoftë se ne do vëmë në lëvizje mekanizmat e duhura për të përpunuar, për të trajtuar, për të humanizuar, për të mësuar mekanizmat e zgjidhjes konflikteve, unë mendoj që do të paksojmë këto gjëra. A kupton një adoleshent që në fillim, që në momentin, jo përpara se të shkojë adoleshent, edhe që kur është i vogël, edhe 10 vjeç, duhet futet ndoshta në sistemin ton të edukimit kjo pjesa e rëndësisë ligjore, e përgjegjësisë ligjore, pra edukata qytetare që ne flasim, po këtu shkojmë për te edukatës qytetare, tek denoncimi, tek raportimi, tek gjithashtu edhe për këto kohët e fundit, edhe tek rrushfeti, se
një njeri I cili merr, sigurisht që ka edhe dikë tjetër përballë që I jep. Dhe ne këtë gjë mund ta mësojnë edhe në shkollë, se si ta marrin notën, se si parimet humane, parimet e mënyrës e komunikimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve sociale merren që në fëmijëni. Dhe sikurse thojnë është e vërtet kjo që në periudhën para adoleshente janë vendosën baza të rëndësishme. Psikologët nuk thonë kot që deri në moshën 6 vjeçare bëhet gjysma e zhvillimit personalitetit fëmijëve. Pra bazamentet, themelet hidhen që në këtë moshë. Nga mosha 6 deri në moshën 12 vjeçare që është fillon periudha e ulët e pubertetit, e adoleshencës, këto konsolidohen dhe më mbrapa pastaj puna është më e lehtë. Problemi është që ne duhet I vlerësojmë këto momente. Çfarë ndodh, kush është problemi? Problemi është që prindrit tanë ne në një farë mënyrë nuk e kuptojnë specifikën e adoleshentëve. E dini çdo me thënë të merresh me një adoleshent, të merresh me një fëmijë, merresh me një fëmijë. Dhe prindi për fëmijën dhe mësuesi në shkollë për fëmijën deri në moshën 6 vjeçare është perëndi. Pra e ka thënë mësuesi, e ka thënë mamaja, e ka thënë dhe nuk e diskuton. Nga mosha 12 vjeçare dhe lart, ata fillojnë ta ndjejnë veten të rritur dhe kanë kontradikta të padiskutueshme, o me prindit në familje, o me mësuesin në shkollë. Pra duke e vlerësuar këtë moment në kapërxyll, këtë ndryshim, këtë transformim që ndodh brenda adoleshentit në aspektin fizik, në aspektin psikologjik, duke çmuar kontradiktën midis pjekurisë fizike të shpejtë parakohshme apo të akseleruar dhe pjekurisë mendore më të prapambetur, këtu do të thotë që na duhen pikërisht na duhen instrumenta, na duhen figura të tilla autoritative, siç është prindi, siç është mësuesi. Pa këto dy figura fillon edhe adoleshenti. Do është me rrjedhje të lirë dhe ai pastaj do marrë nga edukata e rrugës. Po su fut në kudrën e këtyre institucioneve, po su farketua personaliteti I tij në familje dhe në shkollë, ai do dali në rrugë dhe rruga do ta bëj të rrugës dhe rruga do I mësoj mjetet e gabuara të zgjidhjes problemeve siç janë dhuna, krimi dhe fakti është që në shoqërinë shqiptare për fat keq është ulur mosha e krimit minor, pra gjithmonë dhe më ulët po fillojnë ta duken aktivitete kriminale. Që ndodhin edhe krime. Dhe ka dhe një gjë tjetër, për ta kuptuar, unë po them vetëm një gjë, është një intelektual I shuar amerikan për ta mbyllur, Ferit Zakaria I thotë që krimin vjen kryesisht nga fëmijët, adoleshentë dhe të rinj. Mbyllini diku, thot ai, metaforikisht, dhe do të shikoni që krimet do të zbresin në 95%. Pra I bie që një pjesë e madhe e krimeve ndodhin me këtë moshë. Mirë, profesor, do vazhdojmë të qëndrojmë pak bashkë.